Tregu i pasurive të paluajtshme po hyn në një fazë më selektive, ku investimet po orientohen gjithnjë e më shumë drejt projekteve cilësore, zhvillimeve të lidhura me turizmin dhe destinacioneve lifestyle. Në këtë kontekst, Ballkani Perëndimor po fiton vëmendje në rritje nga investitorët ndërkombëtar. Këto ishin disa nga mesazhet kryesore të Balfin Real Estate në Kosova Finance Forum në Prishtinë, ku kompania mori pjesë në panelin mbi trendet e investimeve në pasuri të paluajtshme. Balfin Real Estate prezantoi mënyrën se si këto trende përkthehen në projekte konkrete për klientët përmes një portofolio që përfshin Green Coast, Vlora Marine, Vala Martale dhe New Apollonia. Drejtoresha ekzekutive e kompanisë Ledia Telhaj u ndal tek ndryshimi i qasjes së investitorëve në treg. Ky është një nga projektet më të reja që sapo po lançohet, është Vala Martale në zonën e Taleshт, në veri të Shqipërisë. New Apollonia, ky është një projekt i cili nuk është lançuar ende, është në fazë përgatitore dhe reflekton një tjetër trend shumë të rëndësishëm. Ka lidhje me sustainability apo me qëndrueshmërinë. Ky projekt i drejtohet një segmenti ndërkombëtar në rritje që vlerëson cilësinë mjedisore dhe wellness. Vlora Marina gjithashtu reflekton një nga modelet më të forta ndërkombëtare të momentit. Është një waterfront mixed-use development që kombinon infrastrukturën e marinës, rezidencat, pjesën e hotelerisë, retailit në një destinacion urban të integruar. E fundit, po jo për nga rëndësia, Green Coast është ndoshta shembulli më i qartë i pozicionimit ndërkombëtar, një nga projektet tona më ikonike, kthyer në një destinacion, kombinon produkt rezidencial premium me hoteleri, me brande ndërkombëtare dhe një ekosistem shumë të mirë shërbimesh. Një tjetër element kyç i diskutuar ishte rëndësia e bashkëpunimit rajonal për të rritur konkurrueshmërinë dhe për të tërhequr më shumë investime. CEO e Balfin Real Estate Telhaj e cilësoi këtë forum si një mundësi të vlefshme për shkëmbim idesh dhe krijim lidhjesh të reja bashkëpunimi. Ishte një event shumë i vlefshëm, sepse solli diskutim praktik dhe perspektiva të ndryshme nga rajoni. Na dha mundësinë të mësoj më shumë rreth zhvillimeve të përgjithshme në rajon dhe zhvillimeve në sektorin e real estate. Ndam eksperienca, njohëm partner potencial dhe kuptuam ku mund të bashkëpunojmë më mirë. Të tilla evente janë shumë të rëndësishme sepse shërbejnë si ura bashkëpunimi dhe jo vetëm si diskutime. Pjesëmarrja në forum konfirmon angazhimin e Balfin Real Estate për të sjellë në treg projekte që reflektojnë trendet ndërkombëtare dhe potencialin në rritje të rajonit.